Zonjat e shtëpisë do të duhet që të praktikojnë këtë metodë me 2 deri në 3 topa alumini, do ndihmojnë në trajtimin e këtyre problemeve. Edhe lavatriçja më e mirë nuk garanton se rrobat do të jenë gjithmonë të lara mirë. Rrobat e rrullosura, njollat mbeten edhe rezultat shpesh që nuk shkëlqejnë. E gjithë kjo mund të shmanget nëse fusni 2 ose 3 topa me letra alumini të zakonshme në lavatriçe, sipas ekspertëve. Letra aluminit eliminon elektricitetin statik, i cili është shumë i rëndësishëm për larjen e rrobave, veçanërisht për rrobave sintetike. Materialet të tilla shkaktojnë elektricitet dhe alumini përthith ato dhe bën që rrobat të lahen më mirë. Letra aluminit mund të përdoret gjithashtu në tharse. Ajo përshpejton tharjen e rrobave duke hequr elektricitetin statik i cili i shëmb elektronet për shfaqje të fërkimit të plurave kundra njëra tjetrës. Si rezultat, rrobat do të rrullen më pak gjatë larjes dhe në këtë mënyrë me kalimin e kohës do të keni edhe rroba më të bukura.